Jeta, kush janë 3 këshillat që njerëzit duhet i dëgjojnë patjetër nga ty? E para do të ishte ajo që unë e ceka dhe në fillim të bisedës, është komunikoni sa më shumë. Komunikimi është terapia më e mirë që njerëzit duhet të bëjnë. E dyta, padyshim, është të flënë gjumë në orare të rregullta, sepse dhe këtë cikël ne kemi harruar. Dhe e treta kryesore është të ecin sa më shumë. Do thuash nuk na i zure ushqimin. Po, Pse? Sepse mund të jetë edhe me gjatë lista. Thash 3 që ne duhet i kemi patjetër me Nëse prioritet, por nëse ecën, është me gjatë, nëse ecën dhe kryen aktivitet fizik, duhet të dimë që truri jon dhe gjithë sistemi jon metabolik çliron dhe largon kortizolin. Sa më ulët jetë niveli kortizolit, aq më së shëndetshëm jemi dhe me ushqyerjen. E keni vënë disa gra kur konsumojnë një herë të ëmblën, pastaj duan të kripurën, pastaj nga e kripura tek e ëmbla, kanë disa çrregullime ushqimore me kërkesat ushqimore, sepse kanë kortizol të lartë. Qofsi fillojmë edhe ecim, qofse fillojmë komunikojmë, ulim stresin, ulim kortizolin, të jesh e sigurt që njeriu do kërkojë të jetojë shëndetshëm dhe të konsumojë ushqim të shëndetshëm.